Selamu alaikum. Hoqë thët, pasi marrë abdes mbi qërape apo mbi meste? A prishet abdesin nëse vesh qërape tjera më të trasha? Dhe më thonë, ke marrë abdes i ke vesh mestet në sabah. Pastaj ndrek, ke marrë abdes edhe i ke dhonë mesteve me dur të lakta, i ke fërku mestet ose qërapet. Ndrek. Tash mas dreke në ora 2, në ora 3, në 100 di, do në mi vesh një parë qërapet tjera për mi. Unë qëtu për kuptoj pyetjen. Vesh për mi që ato mestet, ose që ato qërapet, një parë qërapet tjera, pa i hek ato të parët. Themi nuk prishet abdesin, rregulli. Po tash nëse në akşam merr abdes, qërapet e para i ki vesh, edhe dytat, a me dhonë mes në bit qërapet e dyta, në bit parët, ka të djetarë diskutem, po nëse i hek të dytat edhe jep të parat, s'ka problem. Inshallah tala nuk ka problem edhe dytave me ju dhanë mest. Allahu e të mësmirë.